Të gjatë jeta me shpresoj që jeni mirë. Në këtë video po ju tregoj se si kam arritur të bëj një ikebana japoneze. Mirë. Sot do të bëjmë një ikebana së bashku edhe do t'ju tregoj se çka është ikebana. Për ndryshe, sot është përvjetori i fejesës edhe i martesës bashkë me platorin, e kemi datën e njëjtë, edhe kena me dalë në darkë ma vonë. Si gjithmonë, mami jam nuk harron asnjëherë më na uru përvjetorin edhe më ka dërgu lule. Unë nuk është se jam adhuruese shumë e luleve, po lulja ime preferuar është tulipan. E kush e den ma mirë dhe kush një ma mirë se nona jota, edhe den saktë se çka me të dërgu. Për ndryshe, këto janë lulet, tulipanat e bardhë që po flasim, që mi ka dërgu mami. Kjo nuk është dhurata e vetme, normalisht që kemi edhe dhurata të tjera prej familjarëve tjerë, po me qenë se po e ndaj me juve ikebanen, vendosa me nda këtë dhuratë me juve. Atëherë, ikebana për herë të parë dal nga Japonia, është një traditë japoneze për kujdesjen e luleve, edhe në një farë mënyre, përveç se tregon elegancën edhe bukurinë e thjeshtësisë edhe balancimit natyrës, siç e besojnë japonezët, është një metodë shumë e bukur për me i mbajt lulet sa më të gjalla dhe sa më shumë të freskëta. Ikebanën mundeni me bo kudo që ju doni, edhe mundeni me vendos në çfarë do lloj ene që ju e preferoni ose vazo që ju pëlqen, po gjithmonë të e pas hapësirën për pjesën mbajtëse të ikebanës ose të lulës, që është ky detaj i këto. Duhet me pas kujdes, sepse këto që janë origjinale janë thera që edhe mundon me të lëndu, kështu që do të me pas shumë kujdes. Unë i kam 3 ikebana të masive të ndryshme. Ajo që ja u tregova e para është ma e vogla, kjo mos gabofsha është e mesme. Unë kam i vendos edhe kam i bo me të trijat. Vendosim këto të ikebanës, edhe ja se si duken. Këtu kam me u vendos pra baza e lullës. Tash i marim lullës. Atëherë me delikates i marrim tulipanat edhe i vendosëm në ikebana. Shikoni se si qëndron kjo. Ikebana nuk e ka qëllimin për me i bo lulet me qëndru afatgjate, nuk është qëllimi kryesor, po edhe vetë përgatitja e ikebanës ta jap një farë ndjesie shumë të mirë, edhe të bën me u lumturu kështu gjatë gjithë kohës tu e përgatit, edhe kur e din që lulet e tua kanë me qëndru gjatë, kanë më udok bukur, është një ndjenjë shumë e mirë, ama qëllimi kryesori i ikebanës është me tregu që thjeshtësia edhe eleganca në gjërat e thjeshta qëndron gjithmonë në jetë. Unë do të me bu pak balans. Unë kam mendu kur i kam porosit këto të ikebanës, kam mendu që i kam marrë pak më të mdoja, edhe nuk më ka dalë ashtu, po si të që tjetë, nuk janë as këto të këqija. Kështu është përfundimi i ikebanës time të parë, por normalisht kësaj i duhet edhe pak ujë. Unë i kam marrë dhe i kam mbush këto vazët me ujë, edhe tash e vendosëm. Edhe është mirë me vendos ujë deri pikën ku mbulohet pjesa e thumbave të ikebanës. Dhe tani kemi një ikebana zyrtarisht të përfunduar. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer, shpresoj që të keni mësuar diçka të re. Më pëlqen shumë me i shiku krejt traditat e shteteve të ndryshme edhe me mësu nga secili shtet diçka. Edhe kur kam lexu për ikebanën më ka pëlqyer tepër shumë ideja, kështu që po besoj që edhe rezultati shumë i bukur. Këto lulet janë të njëjta, sepse po t'ishin ndryshe ose t'ishin llojet e luleve të ndryshe, do t'ishte besoj që edhe më e bukur. Por si gjithmonë, ikebana e thjesht, e bukur, e balancuar dhe shumë elegante. Si gjithmonë, unë ju përshëndes dhe ju dua shumë. Miru pafshim!